Një automjet luksoz tip Lamborghini Urus me vlerë rreth 160.000 euro është sekuestruar nga policia e shtetit si pjesë e një operacioni të zgjeruar për identifikimin dhe goditjen e pasurive të dyshuara me burim kriminal. Automjeti drejtohej nga 34 vjeçari Sahit Shpataj, person me precedent penal për disa vepra të rënda. Operacioni u finalizua nga specialistët e seksionit për hetimin e pastrimit të parave dhe aseteve në bashkëpunim me shërbimet e forcave shqiponja. Mjeti luksoz u ndaluaj gjatë qarkullimit në aksin rrugor Sauktek, ku pas verifikimeve rezultoi se ishte regjistruar në emër të një subjekti tregtar me qëllim shmangjen e gjurmimit dhe justifikimin e burimit të palishëm të ardhurave. Sipas të dhënave zyrtare, Sahit Shpataj është i njohur për autoritetet ligjzbatuese dhe ka qenë më parë i përfshirë me vepra të tilla si vjedhja përmes përvetësimit të padrejtë të detyrës shtetërore, dhunë në familje si dhe kundërshtim të punonjësve të policisë. Në kuadër të veprimeve të mëtejshme procedurale, është nisur hetimi penal ndaj Shpatajt dhe pronarit të subjektit tregtar ku ishte regjistruar mjeti. Dyshohet se ky veprim është përdorur si një formë për të fshirë burimin real të pasurisë. Policia njofton se hetimet vijojnë për identifikimin dhe sekuestrimin e pasurive të tjera të dyshuara që mund të jenë në pronësi të shtetit Shpataj. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së rrethit gjyqësor Tiranë për veprime të mëtejshme ligjore.